Partia Demokratike e Kosovës në Ferizaj ka reaguar ndaj vendimit të kuvendit komunal për dhënje në shfrytëzim prej 99 vjet të parcelës e cila ndodhet tek shkolla fillore Tefik Çanga, duke përmendur një varg ligjesh që sipas përfaqësuesve të kësaj partie nuk janë përfillur në këtë proces nga komuna e Ferizajt. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s në kuvendin komunal Gazmend Bytyqi u bëri thirrje prokurorisë dhe krimeve ekonomike që të inicojnë hetime për këto raste, siç tha ai, të shkeljeve flagrante. Ka ardhur në kuvend propozim vendimi pa nënshkrim të kryetarit të komunës, gjë që juridikisht është i pavlefshëm. Në ndë, është fshehur peticioni i banorëve për ankesat e tyre lidhur me këtë vendim, e që këto s'ka asnjë pikë transparence. Në 3, është kryer ligji për bashkëpunësi, i cili u jep të drejtë banorëve të asaj ndërtese që të vendosin për pronat e tyre e që këtë drejtë u ka mohuar komuna. Në 4, vendimi që u mor në kuvend, duke u bërë presion anëtarëve të kuvendit në pozitë, është i pavlefshëm, nga se ligji për dhënien e tokave në shfrytëzim e në këmbim në 9 thotë se kuvendi i komunës me shumicën e votave të anëtarëve të kuvendit aprovon ofertën e përzgjedhur nga komisioni. Pra, për këtë propozim, vendim nuk kanë votuar shumica anëtarëve të kuvendit për, domethënë nuk kanë qenë 21 vota për. Edhe po të ishte ky proces krejt i lehtëshëm, e që në këtë rast nuk është, përqindja e komunës dhe banorëve të asaj ndërtese është vetëm 18%. Nuk ka asnjë rast të vetëm që ndërtuesit marrin toka për ndërtim me këtë përqindje kaq të ulët, nga i cili dëmi ekonomik i komunës është rreth 4 milion euro. PDK shprehu shqetësim edhe për dhënje në shfrytëzim të kiosqeve e bufeve në për objekte komunale e shkollore. Sipas Bytyqit, kryetari Muharrem Svarqa, duke mos përfillur asnjë procedurë ligjore, po jep prona bizneseve që të vetmin kriter që plotësojnë është ai partijak dhe klientelist. Pika 11. Kishte të bënte me dhënien një hapësire me qira në objektin e komunës. Qytetarët e Ferizajt e dinë shumë mirë se aty tashmë më shumë se një vit ka ushtruar veprimtari të palegjshme një biznes privat. Këtë ja ka mundsuar ky kryetar në shkurje, i cili këto veprime i ka bërë në një, duke mos përfillur asnjë procedurë ligjore, nga se kjo është kompetencë ekskluzive e kuvendit të komunës dhe jo e kryetarit. Në 2, duke përfituar bizneset të caktuara apo klientelët e këtij kryetari, pa e ditur askush se çka po ndodh me pronat e komunës. Nëpërmjet keqpërdorimeve të kuvendit, duke bërë presion që të merr vendime dhe që të mos ketë përgjegjësi penale për shkelje ligjore që i ka bërë tashmë mbi një vit. Ndërsa në shumë shkolla po vazhdon kjo shkelje e ligjit dhe marrje kompetencave të kuvendit. Kjo po ndodh në shkollën e kompetencës, të deradës, ekonomisë e tjerë, ku janë hapur e po hapën kiosqe e bufe pa përfillur asnjë normë ligjore, por duke përmbushur vetëm kriterin partijak dhe klientelist. Ne ftojmë prokurorinë që të hetojë këtë rast të kontrabandimit të pronës komunale. PDK tha se do t'i ndjek të gjitha procedurat ligjore që këto vendime të kuvendit komunal të Ferizajt të anulohen.